Sofia kam janë një qanë të të E vite me radhë, kemi organizuar të tillë veprimtari në vendlindjen e vëllezërve Frashëri, pikërisht këtu, në shtëpinë e tyre.
Dhe pa unë burkoh, unë po i jap fjalën kryetarit të shoqatës adetare kulturore mbar kombëtare Vëllezërit Frashëri, zotit Tomor Kotori, për të bërë përshëndetjen e tij. Përshëndetje. I nderuar kryegjysh Dr. Haxhi Dede Enver Ibrahimaj, të nderuar akademik. Mund të them që është sot një risi që kemi afërsisht 15 akademik që do organizojnë një konferencë shkencore këtu në Vatën Naimiane në vendin e Vëllezër Frashëri. I nderuar kryetari i komunës Rahovecit zoti Ismail Latifi. I nderuar nënkryetari i bashkisë zoti Florenda Sani. Të nderuar poetë dhe poetesha, të nderuar vëllezër kosovar, të nderuar pjesëmarrës. Mi se keni ardhur sot në frashin tonë, në frashin e diturisë, në frashin e vërnindjes e vëllezër Frashëri, në frashin e historisë. Mi se keni ardhur në këtë shtëpi të shenjtëruar, në shtëpinë e vëllezër Frashëri që lindën Avdyli Naimi dhe Samiu, këta profet të shenjtëruar. Për të gjithë ne që jemi sot këtu, po dhe për të gjithë shqiptarët, e që e baba Nasibim dhe baba Lushit, ky simbol i kombit na thret, na bekon, na uron për dritë, dituri dhe mirësi. Sot është 25 maj, ditëlinda e poetit tonë kombëtar Frashëri. Këtë ditë ne e kemi organizuar për 23 vite rresht. Pra, Komuna Frashër, ose ish Komuna Frashër, Shoqata Adetare Kulturore mbar kombëtare Vëllezërit Frashëri, Bashkia Përmet, Kryegjyshata Botërore Bektashiane, Shoqata Zëri Dadan, Komuna Rahovec, në ndër këto vite kemi organizuar 23 veprimtari të tilla. Kjo shtëpi, ky vend i shenjtë ka pritur miq nga gjitha hapësira shqiptare. Ka pritur miq nga Shqipëria, nga Kosova, nga Tetova, nga Kumanova, dhe ne jemi për ulur para këtyre profetëve, kemi recituar, kemi kumtuar, jemi takuar dhe kemi mbajtur kumtesa. Sot është kjo ditë e shënuar, të cilën ne e kemi festuar për vrit. Vëllezërit Frashëri janë pasuri e madhe e Shqipërisë dhe shqiptarëve. Vepra e tyre adetare i ka përcjellë kufir kohore. Ata janë prezent në çdo kohë në Shqipëri. Vëllezërit Frashëri janë trinomi i gjatësisë, i kulturës. Ata kanë një kontribut të çmuar në historinë, kulturën tonë kombëtare dhe veprimtaria e tyre ka qenë nga vendimet më të rëndësishme të periudhës së rilindjes. Shoqata jonë është krijuar si rezultat i punës së ish komunës Frashër dhe me iniciativën e një grupi intelektualësh për të organizuar dhe për të bërë këto veprimtari të tilla mbas mbarimit të mandatit sekretar komune që kam qenë unë. Pra, nga viti 2013 deri më 2 vitin e 25 ne kemi organizuar 16 veprimtari të tilla. Këto veprimtari janë realizuar si rezultat i punës, por edhe për të bërë promovimin e vlerave të trashëgimisë kulturore shqiptare, si edhe për të organizuar evente të tilla, por edhe për të nxjerrë në pa figurën e Vëllezërve Frashëri. Ky organizim ka 2 pika kryesore. E para, lartësimi i Vëllezërve Frashëri, këta bile të Frashërit dhe të Shqipërisë, por edhe e dyta është përveç promovimit të vlerave të këtyre kollozëve të Shqipërisë, kjo veprimtari kërkon sensibilizimin e gjithë shqiptarëve, sensibilizimin e qeverisë, sensibilizimin qoftë edhe të hapësirës mbar kombëtare, pasi për të bërë një thirrje që ky vend i shqetëruar, simboli i kombit, të kthehet në levate të rëndësishme kulturore kombëtare. Dhe e dyta është sepse më e rëndësishmja në këtë organizim është rregullimi i rrugës Frashër Pisko Përmet me asfalt.
Edhe ky eveniment që po organizojmë sot, në bashkëpunim edhe me Akademinë Shqiptare të Shkencave dhe të Arteve, mendojnë që do bëjmë një thirrje të përbashkët që ky vend i shpëtuar të kthehet në një qendër kulturore, turistike, muzeale. Mbase është rasti më i mirë, duke dhe një prezencë kaq e madhe akademikëve, me një kërkesë të përbashkët të dojmë i qeverisë, mbase edhe më tutje, vetëm sepse si që pat dhe sot, koha mbase nuk na kje e përshtatshëm për të organizuar këtë veprimtari, po dhe rruga që ke vështirë. Unë mendoj që dua ta përfundoj me një mesazh të ndajimit, duke thënë se Shqipëria dhe i dashur ka nevojë për më shumë punë, dashuri, vllazëri, për shumë shpresë, dituri, më shumë dritë dhe dritë hapësirë për ndar vetes tonë, sepse vetëm kështu mundet që Shqipëria të gjejë vendin e saj në Europë. Faleminderit dhe veprimtari të mbarë. Këtë veprimtari po e fillojmë me montazhin muzikoletar të nxënësve të shkollave të mesme përmet Kpsyr. Mbas montazhit muzikoletar kemi organizuar konferencë shkencore që do ta bëjnë akademikët, Akademia e Shkencave, Akademia Shqiptare të dhe Arteve, më pas kemi poetikën Frashin dhe më brapa kemi një drejtën të gjendë Frashin. Ju faleminderit. Atëherë unë do të bëj një korrigjim të kryetarit, është qendra kulturore e fëmijëve me një program pikërisht në ditëlindjen e Naimit. E filloj me një voglush, i cili do të na sjell poezinë Djali dhe Zogu. Shpejt ju erdhi. Një zog të bukur, zuri një djalë, ai po dridhej e po thoshte ca fjalë. Nuk të vjen keq që jam i mitur, si ti vogël dhe i paritur, jam biri vetëm, më pret, e kam lënë keq brenda në fole, dhe u me burën gjithë mbulua, dhe s'kam betur gjëkun, po thuaj, më preti mëzë, si ty jo të mos i vete, gjbët prëmë, edhe unë kam shpirt, e dua të roj, të lëviz, të bredh, të luaj, të këndoj, fjalët e Zogut, djali i dëgjoj, qau, e puthi dhe pastaj e lëshoj. Bravo ju Eldi, bravo! Vazhdon Alesia, me poezinë atë dheu. O atë, me je i dashur sa më sta, me je në, me je motër, me je vëlla. Nga qka rotu me shtrejti t'inje, me je me i miri nga gjë që ka të dhe. Ty për ditë të patari me nën, dhe u ryp në fund atë e pati ngrën. Numëruar ti pat lullet syri saj, te ti vin, te ti vish ajo pasaj. Ti ke par gjys të gjyshërit e mi, dhe eshat e tyre tretura ke, po ti, nga ty o shpirt, kus që në ndaj. Te ti, pran teje, patëm qeshur e patëm qarë. Nëna ime vdish, ndaj ty të kam sot nën që s'ke vdekje kur, ka që hënë. Begatojo e Zot, ti këtë ven, e pu njerëzve të ti, brof e shen. Hiu bëfshin kur do hera një shteti, gaz paqin, zotërin e ti. Dhe të vazhdoj me Perikliun, Shqipëri o jetë gjatë. Shqipëri o jetë gjatë, ty të kemi mam dhe atë, dhe për ty do të luftojnë, gjërsa të trashëgojnë, për ty të gjithë. Ditë e natë, mendohemi qëre gjatë, ti kur s'prishesh, s'shkretohesh, as zdrobitesh, as rëgjohesh, më ke gjithë bukurit e të tëra mirësit, ke fusha me lule shumë, lumen të mëdhenj pa gjumë, male të lartë të veshur, buzën e denti të qeshur, më je dritës në dritë, me të gjitha mirësitë, Shqipëri të qofsha falë, të kamëm e më ke djallë. Faleminderit. Bravo, dhe tani do të ndjekim një këngë të kënduar nga Klea, Dua mëngjeset e maj, edhe vajza.
këndon bibirin fushës, kur flyn e rëza e vajit, edhe qarë ku është i skuqur, tua lulet e fushës, në mëngjeset kur jam plot me vesë, do të shpete varna të qukës, që vetem e vrati presë, por ka gjitha to më parë, dua më shumë Shqipërina, që ti vejën puna marë, edhe për jetën ta ketë lirina. Duana të në vera, kur të ndrisin myjet e artë, kur flyn zefiri me era, dhe të frenë të zemrën e zjartë, zosh janë ligjërojnë, në përthusla mbushur me letë, sa kanë që mua më vojnë, për natyrën e vërtetë, por ka gjitha to më parë, dua më shumë Shqipërina, që ti vejën puna mbarë, edhe për jetën ta ketë lirina. Bravo, bravo, bravo. Dhe tani do t'i ndjekim vajzat në performimin e Valles së Tropojës. Shqipërina,
nderon me pjesëmarrjen e tij miku I shoqatës Vëllezrit Frashëri, zoti Konstantin Barbu, akademik, studiues me përmasa botërore, autor I botimeve rreth 1000 libra, I cili ka ardhur bashkë me ekipin e tij. E ftojmë për të bërë përshëndetjen dhe për të marrë një vlerësim nga kryetari dhe nga shoqata. Shoqata jonë që kur u krijuar në 2013 ka bërë vlerësime pa figura dashore të kombit. Do të rregoj një episod thjesht shkurtësor. Para se të filloja këtë mendim që kisha, mora në telefon drejtorin e madh, djes pas sa shtot, kishte ditëlindjen dhe I thash profesor, kam një mendim që në emër të shoqatës unë të bëj vlerësime për figurat që I ka shërbyer kombit. Studius, poet, akademik. Më tha, po të ma bësh mua, tha, do jemi nderuar. Dhe nga ky moment, I kam dhënë këtë vlerësime, kam marrë Dito Angolli, Recep Qosja, Ismail Kaldareja, Xhevar Ismail, shumë të tjerë. Për këtë vit, shoqata do të japi një vlerësim akademikut Konstantin Barbu, me motivacionin për vlerat e larta letrare dhe kontributin e çmuar në afrimin e letërsisë shqiptare me atë komune, duke ndërtuar ura miqësie kulturore midis dy kombeve. Jeton. Si vous voulez dire quelque chose en français, je dois traduire en albanais. Cher Monsieur le Président, Votre Excellence, chers écrivains, chers amis, je vous remercie. Je vous remercie beaucoup. Je suis très heureux et je peux vous promettre que nous aurons une très belle collaboration et je vous invite à l'Université Kantemir de Bucarest et aussi à l'Accademia Tomitana qui est conduite par l'archevêque. T'jeni në Universitetin Kantemi në Bukuresht dhe po ashtu në Akademinë Tomitana, e cila është e krijuar nga arkipeshkvi I Konstancës. Parce que à Constanța, à Academia Universalis, nous avons déjà publié presque 1300 livres. Ça signifie que c'est une archive fondamentale de l'orthodoxie. Sepse kjo akademi ka botuar në Konstanca rreth 1300 vëllime pra libra me studime për teori të ndryshme me tekst veçantë teori ortodokse. Et je vous promets dans mon dernier mot que je vais préparer en votre honneur, en honneur de votre ami Kelmendi, tous les manuscrits albanais que je peux les trouver au Vatican parce que c'est une très grande archive. Et aussi, j'ai étudié dans presque 74 archives de tout le monde et j'espère que nous pouvons avoir de bons résultats. Je vous remercie encore une fois et je suis très heureux et très honoré. Merci beaucoup. Pra ky premtose në një vëllim do të dalë me një libër me studime që I ka gjetur në Vatikan dhe natyrisht është një nga kërkuesit, po them, nga më të njohur që ka sfaku Ballkani, se në gjithë arkivat e botës ka arritur që të gjejë dhe për shqiptarët thotë se ka gjetur gjëra që akoma nuk dihen, akoma nuk janë thënë, pra që nga shkrimi në gjuhën ilirishte dhe ka po ashtu një fjalor, e thamë edhe mbrëm, që kanë mos gabon diku një 328 fraza shprehje. Pra është një gjë shumë e pasur për kulturën shqiptare dhe thotë se shpejt do të arrijë që ta botoj natyrisht në gjuhën e tij dhe pastaj me bashkëpunimin me ju sigurisht se do të përkthehet në gjuhën shqipe.
jepet titull nderi i shoqatës adhetare kulturore Mbar Kombëtar Vllezri Frashi, profesor Atem Ruka, me motivacionin për kontributin e çmuar në fushën e shkencës biologjike dhe për përkushtimit ndaj arsimit të lartë shqiptar, për rolin e tij udhëheqës si akademik, studiues, figurë politike që ka ndikuar pozitivisht në zhvillimin shkencor intelektual të vendit, profesor doktor Atem Ruka mbetet një model i dijes, integritetit dhe i përkushtimit adhetar. Me të vërtet një nder i madh që të meritosh një certifikat nga një shoqat kaq e madhe që mban gjallë frymën e Frashëllimit. Shumë faleminderit dhe uroj që në vazhdimsi të organizojmë aktivitete të tjera më të rëndësishme se sa kaq dhe në kushte absolutisht tjera dhe për këtë jam i tim. Shumë faleminderit. I jepet titulli mik i shoqatës adhetare kulturore Mbar Kombëtar Vllezri Frashi, akademik Teodosi Petrescu, me motivacionin. Ka qenë një zë i rëndësishëm i dialogut ndërkulturor dhe një mik i sinqert i letërsisë shqipe. Përmes veprës dhe bashkëpunimit të tij ka ndërtuar ura të qëndrueshme miqësie midis dy kombeve. Faleminderit. Your Excellencies, at this moment when the time seems to suspend its usual course, under the weight of the honor that falls to me, I stand before you with a feeling that transcends single emotions. Receiving this distinction is not only a recognition of some efforts, but reflection of the fundamental human aspiration towards understanding, towards unraveling the mysteries of surround us. This distinction in its solemnity resonates with echoes of perennial questions that have animated the human spirit through history. It attests to intrinsic value of approach to probe the unknown, to bring light into penumbra of ignorance. My gratitude to the High Academic Forum is not limited to the appreciation of my work, but extends to the very celebration of intellectual curiosity, of that divine spark that urges us to search the meaning in the complex fabric of existence. Thank you, therefore, for the profound honor which illuminate my future with a new perspective on the meaning of scientific research. With deep respect and esteem, Teodosie Petrescu, Archbishop of Tomis and President of Tomitan Academy. Tashin, tekstin doni të përkthejt e tërën, apo vetëm të flasim si shurëca e klasë? Pra, në këto momente, thotë, është diçka që i te i kalon momente që mund ta përshkruaj dhe në çfarë do mënyrë që do ta përshkruaj sigurisht do ta lë mangut atë për të thënë. Por ajo që është e bukur është sepse këtu gjej një shpirt të madh që bashkon jo vetëm ju, por edhe ne që vim nga larg dhe kjo më beson që do të rris dhe padyshim do të punojmë për rritjen e bashkëpunimit dhe kulturave tona, pra në atë kryqëzim që na bashkon shpirti dhe shpirti i madh i një populli është gjithmonë kur ndaron edhe të tjerët jashtë vetes. Bazuar në këtë fundament, jam falënderues dhe jam shumë i lumtur që pata një përvojë këtu në këtë ambient kaq piktoresk, por gjithsesi me këtë nivel kaq të lartë akademik.
I jepet titulli nderi shoqatës adhetare kulturore mbarkombëtare Vlezri Frashi, Baba e Kuran Nikollarit. Në shenjë mirënjohje dhe përkushtimi dhe veprimtarisë të tij të pandërprerë të shërbimit të trashëgimisë shqiptare dhe kulturore. Puna e palërdhur Baba e Kuranit të ruajtjen e përhapjen e vlerave të bektashizmit, për forcimin e lidhjeve shpirtërore dhe kombëtare të komunitetit lokal, si edhe për kushtimi i tij ndaj veprës së Vlezri Frashi përbëjnë një model frymëzimi për brezat e sotëm dhe të ardhshëm. Faleminderit Amor. Faleminderit që Baba e Kuranit i keni dhënë një mirënjohje të tillë, për arsye se vërtet ai ka bërë dhe ju do të shikoni se edhe në Frasha ka bërë një gjë të mrekullueshme, jo vetëm në një festival. Dje ne treguam se si do ndërtohet teqja për met. Edhe ajo ishte një ëndër e tij për ta përfunduar, po jeta e tillë është, kështu që ne pasardhësit e tij, gjithë destininë do ta bëjmë atë një objekt që të jetë i paqë, i dashur për gjithë. Ju falenderoj. Shoqata i jep titull nderi i shoqatës adhetare kulturore mbarkombëtare Vlezri Frashi, profesor Dr. Sherif Bundo, me motivacionin për kontributin e vyer në fushën e ekonomisë dhe për kushtimin ndaj arsimit të lartë shqiptar, për rolin e tij si studiues i përkushtuar dhe mbrojtës i vlerave kombëtare shqiptare. Me punën e tij të palodhur, profesor Dr. Sherif Bundo ka ndihmuar në ruajtjen dhe promovimin e identitetit kombëtar të tradicionisë sonë kulturore. Për mua, mirënjohja është shkalla më e lartë e mirësjelljes njerëzore. Ndaj ju falenderit shumë për këtë vlerësim. Siç duket, në jetë funksionon ligji i kthimit në origjinë. Ndaj më besoni që me kalimin e viteve më duket sikur rrënjët e mia futen akoma më thellë në këtë taban ku kam lindur, ku jam rritur, edhe jam bërë kuadër. Ju falenderoj shumë gjithë. I jepet titulli nderi shoqatës adhetare kulturore mbarkombëtare Vlezrit Frashi, profesor Namik Dokle. Me motivacionin për angazhimin shumëvjeçar në jetën politike, parlamentare dhe intelektuale të Shqipërisë, për përkushtim ndaj vlerave demokratike, një ndër politikanët e nderuar që i dha mençuri e maturi politikës shqiptare, një shkrimtar po kaq i nderuar që po i rrit dimensionin europian letërsisë shqipe. Shumë e nderuar që ja lexoj unë motivacionin. Një njeri me vlera të mëdha, për të cilin kam respekt i jashtëzakonshëm, ashtu si për gjithë këtë konferencë akademike me njerëz kaq të nderuar që na kanë ardhur sot miq. Namiku për arsye që së nuk mundi të na bashkohesh sot, por është me të vërtet një vlerësim i jashtëzakonshëm për një njerëz të jashtëzakonshëm, për një politikan të ndershëm, për një shkrimtar i cili është shfaqur së fundi me 5-6 veprat për të hyrë në disa gjuhë të botës. Dhe është nderti Frashi të nderoj një djalë të Kukësit. Unë me kënaqësi do t'ja transmetoj këtë nderim kaq të madh. Shumë faleminderit. Jepet titulli nderi shoqatës adhetare kulturore mbarkombëtare Vlezri Frashi, zotit Fatmir Muço. Personalitet i shuar në fushën e mësuesisë, edukator i spikatur me kontributet të veçanta në fushën e arsimit, kontribut që ka shërbyer në lartësimin e emrit dhe veprës madhore të Vlezrit Frashit.
falenderoj shoqatën Rrezisharit si të mos sekretarin zotin Tomo Kotori për të ndërë të madh dhe familjarët tonë për këtë titull kaq të madh. Zonjës Trendelina Molla, nderi shoqatës adhetare kulturore Mbarku Vëllezrit Frash, me motivacione, shkrimtare, poete, adhetare, patriote e shquar me kontributet në kulturën shqiptare, një ndarimat më të njohur në fushën e drejtësisë, publicistikës, të kulturës mbarkombëtare shqiptare me kontribut të vërë në lartësimin e emrit Frashë, penë e saj ka përjetësuar veprën e regjisave të mëdhenj Vëllezrit Frash. Faleminderit, jam shumë nderuar që ndodhem sot në shtëpinë e Vëllezërve Frashëri dhe jam shumë emocionuar. Gjithashtu falenderoj për ftesën që më keni bërë. Ndihem shumë nderuar mes gjithë këtyre profesorëve që janë këtu sot. Unë ndihem shumë e vogël me thënë të drejtën. Dhe shoqata e Bashkimit të Shkrimtarëve dhe Artistëve Shqiptar në Novara të Italisë, Zëri Morgjimtarit, gjithashtu vlerëson shoqatën adhetare, mbarkombëtare kulturore me trofeun Flakadani i Lirisë, që faleminderit për gjithçka. Varën për në duaj patriotike. Me kilometra. Faleminderit shumë. Hajde të mërë të si të zhutën. Hajde të mërë të bukë. Jepet titulli deri shoqatës adhetare kulturore mbarkombëtare Vëllezrit Frashë zotit Veli Satka. Adhetar personaliteti spikatër në fushën e biznesit për punë të çmuara në ndriçimin dhe lartësimin e vlerave adhetare për frymën e vllazërimit mbar shqiptar, mbështetjen që ka dhënë shoqatës adhetare kulturore mbarkombëtare Vëllezrit Frashë në zhvillimin e veprimtarive kombëtare. Kënaqësi e madhe që marr pjesë, ka marr pjesë gjithmonë dhe do marr pjesë. Falenderoj nga parë zotin Tomo Kotori, baba Molli që i feston gjithmonë dhe njerëzit që i feston, do vjen shumë keq për Ministrinë e Kulturës që nuk i feston, do vjen shumë keq për ju zotrinj që sot i keni bërë këpusën me balë këtu, e keni ardhur në Frashë, edhe të gjithë flisni shumë mirë, por kujtojni me vonesë. Ne jemi një gjendje që jo vetëm rrugun, po shumë gjëra të bëjmë, jo vetëm për Frashën, po për vendin tonë. Shqipërinë e ka bllokuar politika. Mendimi im ky është, faleminderit shumë. Faleminderit Frashërit. Besoj se ky aktiviteti arriti qëllimin. Ju falenderojmë të gjithëve për prezencën në mënyrë të veçantë akademike që na nderuan sot këtu. Dhe ky event kulturor dhe kjo konferencë shkencore që u bë sot në Frashë, edhe një thirrje edhe një herë për qeverinë, për dashamirësit, për shqiptarët kudo që ndodhen, që ta shikojnë me një sutje të Frashë, të dhënë të rëndësishëm kulturor adhetar, ta shikojnë që jo vetëm të investohen, po e më rëndësishme është të bëhet rruga me asfalt nga Piskova në Frashë.
shula, o drejt maliçka u ba, o në bareshat në shula, o ina në bari no nanene, o ina shoqet në vino nanene, o fushat në veshet o nanene, o në barko qeshe no nanene, o drejt maliçka u ba, o në bareshat në shula, o drejt maliçka u ba, o në bareshat në shula.
Shumë faleminderit.